Java politike nisi me mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike, ku vendos që zgjedhjet për kryetarin e ri të mbahen më 23 maj, e ndërsa kuvendi kombëtar do të mblidhet me 6 qershor. Sali Berisha konfirmoi kandidimin e tij, e ndërsa në garë do të bashkohet dhe aktivistja Evi Kokalari. Ajo i ka drejtuar një thirrje liderit aktual të Partisë Demokratike, duke kërkuar të shtojë emrin e saj në garën për kreun e PD-s. Në kuvendin e Shqipërisë u miratua me 79 vota pro, 1 abstenim dhe 0 kundër, rezoluta që shpall Iranin, shtet sponsor të terrorizmit. Në kuvend nuk ishte e pranishme Partia Demokratike, e cila bojkotoi seancën. Por pas votimit në kuvend, PD reagoi nga Facebooku duke shpallur regjimin iranian dhe Gardën Revolucionare si organizatë terroriste. Një nga çështjet kryesore të javës ishte edhe rritja e çmimit të naftës, si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme, gjithashtu dhe bllokimit të ngushticës së Hormuzit, e cila është një nga rrugët kryesore të transportit të naftës në botë. Rama zhvilloi takime me furnizuesit e naftës, duke theksuar se rritja në Shqipëri ka qenë e moderuar, krahasuar me tregjet ndërkombëtare. Ndërkohë u paralajmërua dhe rikthimi i bordit të transparencës, ndërsa nafta arriti në vlerën 217 lekë për litër. Partia Popullore Europiane paraqiti në Parlamentin Evropian 26 amendamente në raportin e vitit 2025 për Shqipërinë. Në raport theksohet se Shqipëria ka probleme në zgjedhje, drejtësi, administratë dhe qeverisje, duke theksuar nevojën për reforma të thella në vendin tonë. Ndërsa java u mbyll me protestën e Partisë Demokratike përpara kryeministrisë, ku pati tensione mes policisë dhe protestuesve. Kjo ishte dhe përmbledhja e javës. Për lajme të përditshme, na ndiqni në Zëri Pikal.